Ti nëmbru, do me thonë. Me thonë drejtën. Jo i lirë që kjo... Vetëm. Jo që kjo është thikë me që Se duhet me akujtu vetës njerë, se duhet me akujtu. Gjoni, rrugës duke ardhë e dëgjova në një radio. Sakt nuk e di se në cilën, po tha që Murdok, e dini... O, zote, në dëgjova dhe unë. E dëgjove. Ta martohuni sa ma shumë, sepse është shumë mirë për jetën, edhe unë nuk e di që ka menu Miria, po thash, valloj, nuk është mirë Miria që ta me dëgjua. Shumë mirë Miria e menshme, se ka një herë se më kënë të bu vedo. Po vazhdojmë të deklarata tjetër? Miria e Broha, më vjen shumë mirë që arrita njëherë në jetë ta të tradhtoj Naimin, thojza. Po Naimi i mbushi 60 vjetë, me datën 1 dhjetor, e kishte ditëlindjen edhe për herë të parë në jetën tem ja punova mrapa shpinës, ama shumë vështirë e kumë pasë, në thojza normal e trahtova Naimi. E ka 30 vjetë, 60 vjetë Sabri Fizullahu i ka lemë. 60 vjetë, Naimi gëzafsh nuk po dokesh si 60 vjetë. Unë jam shumë e lumtur që ti nuk po dokesh si 60 vjeçar. Po krejt e kanë ditë që e kumë pasë ditëlindjen, po je që atë? Elita veç di me thonë që gjatë krejt asaj periude, 2 javorse që unë ja kumë punu mrapa shpinës Naimit, seriozisht kom thonë njerë ata që e trahtojnë në qeft njoni tjetrin, se shumë shtirë koka. Shumë punë. Jo veç shumë punë, po unë ja tira shok të Naimit, apo kuptan, mas ne e kisha problem, ja gjeqë numrin e telefonit, ja vjellësha telefonin Naimit, ja nxerë numrin e shokve ti, se unë normal që të krejtve nuk i kam. Mandej, ishte Beni Baksi i cili më tha për ja bujna një këngë dhurat për ditëlindje Naimit, i thash po qka kom hek me shku në studio të e rajt Naimit, jam të shku të nana. Anzoni me naj moment, ndërën? Jo, që kisha ka njerë në majët gjuës me thonë të falat buni, për shambull adem si nanaj. A bëdin shoku i vetë se kisha fol me te, edhe në majët gjuës se kisha mi të regu vetë, pa më pytë heq kë, se jemi mësu që ashtu e bojmë jetën na. Mirë po ja kemi arrit qëllimit, se Naimit din me t'i zbulu befasit. Naimin me befasu është shumë problem, e kësaj radhe e kum lonë pa tekst. I befasi e këndshme. Kur ka hy mrenda në salë, jenë kun janë 120 persona mrenda, tëftuar që i kom ftuën bashkë me Platorin, ja kemi bo edhe një dokumentar, o zot sa shumë kemi punu edhe shumë kemi hek, Tinxha Naimit dhe krejt minutat e fundit para se me shku të restorani, më tha qysh se thirëm nanën edhe abejën, për prind të vetë, i tash one, po luj, one po aktrojnë shpe, ishin momentet e fundit të uvesh me dalë, edhe une e disha se isha në lidhje të në kohën me Loren edhe me vlanë e Naimit edhe me vlanë tem, të e menagju krejt mi ullë misafir, cilë ti këshaftu vetë, e vetë une isha në shpe, edhe i thë isha Naimit, po s'ja fali vetës, qysh se thira nonën edhe babën tanë. S'ja fali vetës edhe Naimi e hangër. Tradhti tilat bukura kishin dasht krejt. Absolutisht për 2 javë ma ka vra shisen e 6, se unë e kam shisen e 6. Elita edhe krejt e fundit, kur ka hy mrenda në salë, normal krejt të gjithë në kam, t'i loj kanga Happy Birthday, edhe ja dhash mikrofonën, në me thonë diçka tha, jo, jom pa tekst, edhe era parë, jetën tem e trahtova Naim. Ja pas ka vlejt, Dhe e lash pa fjallë. Kjo ka qenë ajo që ka pasi shumë.